Qytetarët kanë kërkuar dislokimin e Cimentores Usje, institucionet ndërto edhe qyteti I Shkupit janë të detyruara që t'u mundsojnë atyre jetë të shëndetshme, tha këshilltari Marian Kalevski nga nisma qyteti I gjelbërt dhe human në seancën e sotme të Këshillit. Град Скопје е институција, се надевам. Така што има должност тоа да им го возможи на граѓаните. Затоа ве замолувам уште еднаш ова точка да се стави на дневниот ред, бидејќи има потреба од идност за истата. Загадувањето е сега, а нема да биде за месец дена или 2 месеци можеби, кога нема да има повеќе загадувања. Këshilltari nga radhët e PLD-s Risto Penov tha se ky problem është mjaft serioz në Shkup dhe edhe pse qyteti nuk ka kompetenca për të vendosur për dislokim, do të ishte mirë që të debatohet, të shprehen mendime dhe të nisë ndonjë iniciativë, sepse siç u shpreh, të gjitha paralemrimet janë serioze se Cimentoria ndodh rënd. Kryetari I qytetit Orce Gjorgjevski konfirmoi se qyteti I Shkupit nuk ka kompetenca mbi funksionimin e Cimentores, por se do të hapet debat dhe përfundimi do të dërgohet institucioneve kompetente si Ministria e Mjedisit. Ние како Совет и како град Скопје, денеска и во буџетот кој што треба да го изгласаме, имаме точки кои што се однесуваат на заштита на животната средина во главниот град, но се точки во кои што ние имаме надлежност. И ќе потенцирам повторно и покрај тоа што немаме надлежност конкретно на цементарница Усје, јас не гледам проблем никаков да ние донесеме заклучок заеднички денеска и да се обратиме со тој заклучок до надлежните институции да си постапуваат понатаму. Si përfundim u vendos se do të ketë debat për dislokimin e Cimentores Usje në seancën e sotme, por si pika e fundit e rendit të ditës. Paraprakisht, opozita në Këshillin e Shkupit ka kërkuar mbikëqyrje inspektuese në Usje me masa konkrete jo me premtime boshe. Nga Cimentoria Usje I kanë hedhur poshtë të gjitha akuzat se veprimtaria e saj është shkak I ndotjes së ajrit në kryeqytet, pasi sipas tyre fabrika është nën monitorim të pavarur 24 orësh dhe se të gjitha matjet janë nën kufit e lejuar me ligj.